A mund të themi që ka një lloj plagë ose një lloj ankthi që kjo bestytni ose ky mit në një farë mënyrë e qetëson? Kjo është një pikpamje kështu po ta marrësh, është iracionale, sepse edhe vetë madja e moshës gjuhës është problematike. Po të futesh në gjuhësi dhe të shikosh, e kupton që është e vështirë që ta bësh edhe nuk ka dhe shumë kuptim, më thënë, duhet të vësh parametra të caktuar, e vjetërsia, mosha. Pastaj ajo ideja që kush është gjuha e parë prapë është problematike, se a ka kuptim të bëhet kjo pyetje apo jo. Domethënë brenda dijes është një çik pa kuptim si pyetje. Mirë, po kuptohet, tu po flasim për folklor, për mit dhe njerëzit nuk rrin të vrasin mendjen nga ana epistemologjike, domethënë shkon apo nuk shkon si pyetje kështu. Ata e marrin për të mirëqenë këtë gjë që ekziston mundësia që një gjuhë të jetë shumë e vjetër dhe të jetë më e vjetër nga të gjitha, atëherë pse të mos jetë shqipja dhe fillojnë pastaj të gjejnë argumenta për ta provuar si tezë.